dy temave që i diskutuam së bashku është në pritje të një vendimi final, të një verdikti të gjykatës speciale ndaj shkrerëve të ushtrisë qërimtare të Kosovës. Nuk dihet se kur do të jetë ky vendim, data nuk dihet ende sakt, mirë po është shumë afër. Si duhet të jetë Kosova, si duhet jenë institucionet këtu në Kosovë para një vendimi të tillë, teksa e presim një vendim të tillë? Tani, unë personalisht mendoj që vendimi që Zoti Thaçi, Zoti Veseli, Krasniqi dhe Selimi do të lirohen. Do të lirohen sepse dëshmitë e Zotit Clark, Rubin, Hill e kanë treguar çdo gjë. Pse është rëndësishme dëshmia atyre? Është rëndësishme sepse ata kanë qenë të dërguar si zyrtar gati të State Departamentit. Në një moment, gjatë dëshmisë së Zotit Rubin, është bërë një pyetje gjatë procesit dhe është hetuar që në sallë qëndrojnë dy zyrtarë të State Departamentit. Dhe njëra është përgjegjur. Ka pohuar që ato janë pyetur pse qëndrojnë aty, kanë pohuar që qëndrojnë aty që të shpjegojnë ndonjë paqartësi nëse Zoti Rubin e ka harruar ose i ka shpëtuar. Pra, kjo tregon që këto tri personalitete, shefi NATO-s, Rubin, që ka qenë zëdhënës i State Departamentit atë kohë, dhe Christopher Hill, kanë qenë zëri zyrtar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nëse kanë qenë zëri zyrtar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kjo do të thotë që kanë qenë zëri shërbimeve sekrete të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe askush më mirë se ata nuk e di çfarë ka ndodhur në Kosovë, sepse ata kanë qenë këtu. Ata kanë qenë këtu të pranishëm nga viti 99, nga qershori, por edhe më herët. Dhe ata dinë shumë mirë. Dhe çdo oponencë qëndrimit të tyre është kalim në pozicione politike, është gjykim politik. Pohimet e disave se gjoja